Ministrën dhe ju ikni nga Zoti Gaba, Ky nuk është qëndrim mos gabojmë, duhet këtë qenë shkurti i 91-shit, kur ka pasur atë debatin në zyrën e Ramiz Alis, në Ritan Ceka, e deri tani unë mbaj mend pafundësisht individ të fuqishëm në Partinë Demokratike, grupime që e kanë konceptuar, e kanë projektuar të ardhmen e Partisë Demokratike ndryshe nga ajo e zotit Berisha. Dhe të gjithë janë mundur, kanë dështuar. Mund të ketë kjo lëvizje, kjo nisëm, kjo përqapje e zotit Saliani, e zotit Ali Mehmeti dhe disa tjerëve të njëjtin fat. Unë nuk e shoh sikur është një antagonizëm i drejt për drejt, të paktën në këtë moment ndaj Berishës. Zoti Saliani ka qëndruar në krah dhe ka ndihmuar kur Berisha ka qenë në momente të vështira, kështu që kur Zoti Saliani u doli nga arresti pa drejt që pësoj, duhet që të paktën ajo parti të kishte parë mënyrën që të kuptonte dhe sakrificën e tij. Pati nuk shikon një lupë finale, një përballje. Është dialektik normale, ore këtu duhet bërtitur, nuk ajo që po bën është pak. Duhet bërtitur sepse këtu gjërat duken sikur gjërat janë mirë këtu, zvendës kryeministre, dy. Ajo Mogherini e morën në pyetje, e lanë ditën e nesme dhe adoration. Ajo standardet europiane. Këtu nuk ndodh asgjë, madje këti ka ardhur dhe guximi e shkon tani në Llafos çdo 2-3 ditë, thotë që po gabon Spaku, të jep edhe leksion e gjykatës kushtetuese si të kontrolloj këtë ortek korrupsioni që e ka zënë në të. Edhe mos të ketë as edhe një lloj reagimi, kjo i bën mirë opozitës, pavarësisht se unë nuk besoj tek grupimi që këta përfaqësojnë, nuk e besoj sepse ka probleme. Përse, çfarë probleme shikon? Problemi është që, domethënë, e ke dëgjuar rrëfimin që bën këta? Jo, Ervini, po në përgjithësi tha, e shpëtuan Partinë Demokratike në 2021-shin, tha se do na e merrnin. 2021-shin ne morëm 600, u nda me 30.000 vota me PS-n. Këto zgjedhje një tmerr i vërtet. Çfarë do thotë kjo? Që nuk po bëjmë përparim, po shkojmë mbrapa. Dhe pse po shkojmë mbrapa? Sepse po bivendosen interesa personale në raport me interesin e përgjithshëm të PD-s. Dhe që PD-ja ose opozita të fitoj, duhet që të ketë një dialektik shumë të fuqishme të brendshme që kjo e përmirëson. Dëgjoj pak babo një ta mbyll. Unë nuk besoj që do ketë një përplasje fatale. Berisha ndjet në vështirësi sepse ata njerëz që ka përballë nuk i tregojnë ato që ka thënë këto muajt e fundit ose vitet e fundit demokratëve, që ta besojnë. Ju thashë do fitojmë, ju thashë do jeni pjesë e vendimarrjes, do ju pyesim primare, do zgjidhni ju, pastaj mashtroj. Po si, a duhet mbaj përgjegjësi dhe këta janë ata që po i kujtojnë këto detyrime që ai ka ndaj njerëzve dhe që edhe ai të përfitojnë ndonjë gjë nga kjo situatë që të mos jetë kështu i detyruar të vuaj në këtë trysnim publike që vetëm sulmohet sepse njerëzit presin shumë nga opozita, s'kemi institucion tjetër, presin shumë nga opozita, këta po japin një shteg që të autokorrigjohet paktën. Pastaj perimetri veprimit të tyre kanë përshtypjen që do krijojë një rishpërndarje të pushtetit që është dhe drejt brenda opozitës dhe të ketë njerëz që janë konkurrues, jo njerëz që flën gjumë. Tani, një gjë që shumë e rëndësishme, me qenë se ishim të debati për qeverinë, ka një përgjegjësi ligjore, çdo politikan, zyrtar, ministër, në këtë rast zëvendës kryeministrja, që ka të bëjë me prezumimin e pafajësisë ligjërisht, ka një standard tjetër që duket sikur është harruar në debatin publik. Dhe këtu, ne si politikan, po pa diskutim media, por ne Partia Demokratike sidomos, ky është standardi i rëndësishëm, është standardi i moralit politik dhe i përgjegjësisë që keti politikisht. Nuk një po themi publikja dhe përgjegjësia publike prezumimin e pafajësisë që është në ligj, atje është debati gjyqësor. Këtu ke nëse je kapur, mban përgjegjësi dhe jep dorëheqjen. Këtu ka rënë standardi i dorëheqjes. Apo i shkarkimit nga ana tjetër kur ti ke një problematik caktuar dhe këtu nuk është rasti vetëm tek Balluku. Këtu duhet dorëheqja i kryeministrit zotëri. Këtu është vullneti i individit që prevalon ndaj çdo ligji tjetër dhe bërë një buqete plot me njerëz. Si që nga këto, se Edi Rama thoshte në të kaluarën që nuk e ka probleme në individi, e ka sistemi. Apo jo? Po tani zotëria këtu ka ndërtuar një sistem korruptiv që të gjithë njerëzit i është bërë tani një, ku diun, nuk di se sa njerëz janë bërë
Ne kemi harruar. që kanë përfunduar në Takimi në pas Durrës ekurave? ishte një fishek zare, apo do vazhdoj më tej? Qa hapash do hidhni? Qa agjende keni? Unë nuk prodhoj fishek zjarre. Unë mund të eci rënd, po s'do të përdor terma për veten që... Po. Takimi Durrësit ishte nisja e një serie takimesh deri sa të arrihet çdo objektiv për të bërë Partinë Demokratike fituese. Disa objektiva i ka realizuar, takimet me demokratët, përfaqësimi i shqetësimeve të demokratëve, përfaqësimi i shqetësimeve të qytetarëve, është puna ime si politikan, si përfaqësues. Që bëjnë, ta kthesh përmbys gjithë logjikën, ata që nuk takojnë janë të mirë, se ja cila është një prej arsyeve. Ata që nuk takojnë në që nga të mirë, këta që takojnë njerëz që nga të këqi. Ata që nuk votojnë janë të mirë, këta që votojnë janë të këqi. Po jo, më zotëri, A ka përpjekje për të politika është përfaqësim në tjetë burë i mirë, apo tjetë dikush tjetër çuni mirë, apo çuni keq sa doj, puna është votohesh apo nuk votohesh, a duan as duan njerëzit, a ke përfaqësim as ke përfaqësim. Që diskutimi është kjo? I vetmi kujdes që duhet të ketë cili do, që unë kam, unë jam antar kryesie. Po, çdo përfaqësues i Partisë Demokratike duhet të ketë kujdesin mos i ndaj njerëzit. Mos ketë retorik për çarsa. Dhe këtu ka disa që paguhen, që janë rrogtarë që kanë futur këtë, se nuk kam gjë me njerëzit politik, po disa që paguhen me rrogë nga demokratët, të fusin përçarje tek demokratët, kjo është e papranueshme pastaj.